Më 4 qershor përfundon afati I parë në të cilën PSP-ja mund të ngrej pa ditë. Bëhet fjalë për afatin prej 18 muajsh që ka të bëjë me lëndët të cilat PSP-ja e mori nga Prokuroria për krim të organizuar dhe për korrupsion dhe nga Prokuroria e Shkupit. PSP-ja mori më shumë se 30 lëndë dhe kompetencë mbi më shumë se 34 lëndë. Deri më tani, PSP-ja ka ngritur 3 pa ditë dhe ka hapur 20 hetime. Ministri Gjerman për punë të jashtme Sigmar Gabriel u angazhua për formimin e një fondi shtesë për projekte infrastrukturore në Ballkanin Perëndimor, duke theksuar se Brukseli duhet të bëjë një angazhim më të madh dhe të investojë në këtë rajon. Donatorët e Berlin Plus do ishin BE-ja, Asociacioni Evropian për Tregti të Lirë dhe Hapësira Ekonomike Evropiane. Këtë mëngjes në kompleksin e kazinove World Manila janë gjetur 36 viktima, pasi një person ka qelluar me armë zjarri brenda mjediseve të kazinos e pastaj u ka vënë flakën tavolinave të bigjozit, gjë pas të cilës është vetë vrarë. Viktimat që nuk kanë vdekur si pasojë e lëndimeve me armë zjarri ka shumë gjasa të kenë vdekur si pasojë e tymit të zjarrit. Autoritetet e hodhën poshtë mundësinë e një sulmi terrorist dhe vetëm kumtuan se ka shumë gjasa që sulmuesi të jetë një I huaj.